industrisë dhe qoftë qeveria, qoftë banka e qendrore, është ulur në tryezë për të dëgjuar shqetësimet dhe për të parë se çfarë mbështetje mund t'i japim këtij sektori. Dhe në fakt, ndër vite kemi ndërmarrë iniciativa të garancive sovrane me qëllim mbështetjen e investimeve të tyre, pasi ne besojmë fort që vetëm nëpërmjet modernizimit, vetëm nëpërmjet investimeve në automatizim, në inovacion, ato do të mund të tejkalojnë sfidat e tyre dhe vetëm nëpërmjet nxitjes së prodhimit me cikël të mbyllur shqiptar, do të mund që të tejkalojnë të gjitha sfidat që lidhen jo vetëm me kursin e këmbimit, por edhe me shtrëngtimin e kostove të punës, të dy element të paevitueshëm nga ana jon, pasi synimi ynë është që të ardhurat e shqiptarëve të rriten dhe rritja e pagave është një indikator i mirë në tërësi për vendin. Ajo që ne bëm dhe që kemi bërë në fakt edhe në kaluarën është që me qëllim përgatitjen dhe suportin e bizneseve, jo vetëm të sektorit fason, por edhe të sektorëve të tjerë, për përballimin e rritjes së kostos së pagës minimale, ne kemi kaluar një VKM, një vendim të Këshillit Ministrave, i cili paraqet mekanizmin me anë të cilit neve do subvencionojmë të gjitha kostot shtesë që vijnë nga rritja e pagës minimale për sa i përket pagesës së kontributave të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore. Kërkesat që ka bërë sektori janë një numër, në mos gaboj janë 8. Ne e kemi bërë të qartë që në krye të herës ne nuk ndërhym në mekanizma të kursit të këmbimit, neve qeveria nuk mund të marrë një kosto të forcimit të lekut, pasi ne operojmë në një kurs të lirë të këmbimit dhe nuk mundet që të marrë një risk, qeveria të marrë një risk i cili i përket sektorit privat, i cili ka raste jo në rastin e viteve të fundit të industrisë tekstile, por ka raste që nga kursi i këmbimit fiton dhe ka raste që nga kursi i këmbimit humb. Pra është një risk i cili lidhet me biznesin. Ajo që kemi diskutuar që në krye të herës është që ka mekanizma të cilat vinë në bashkëpunim me sektorin bankar, i cili në të cilin tregtarët mund të fiksojnë kursin e këmbimit dhe të mund të përdorin sektorin bankar me qëllim të reduktimit të riskut të kursit të këmbimit. Nga ana tjetër, sektori kërkon mbështetje nëpërmjet granteve të qeverisë, nëpërmjet granteve të dhëna nga AIDA. Në fakt, grantet e dhëna nga AIDA kanë një vlerë të limituar, unë nuk mendoj që ajo vlerë në total, fondi në dispozicion është rreth 1 milion euro, dhe ajo vlerë shkon për të suportuar kompani mikro, nuk shkon për të suportuar dhe edhe sikur të ishte i gjithë ajo vlerë në drejtim të sektorit fason, nuk do të ishte mjaftueshëm. Ajo që ne kemi diskutuar është që ne mendojmë se sektori fason duhet të bashkë me ne të bëjë një analizë në të cilën të bëhet një vlerësim konkret i nevojës që ka sektori dhe i numrit të ndërmarrjeve që kanë nevojë për automatizim, që kanë nevojë për investime, të dalim me një analizë ku të dalim dhe me një shifër të nevojës dhe të ndërtojmë një mekanizëm ku qeveria të suportojë investimet në automatizim, në modernizim dhe në prodhim me cikël të mbyllur. Jemi shumë të gatshëm që ta mbështesim sektorin në këtë drejtim dhe të ulemi të hartojmë një paket të posaçme e cila duhet synojë automatizimin, reduktimin e kostos, rritjes në eficiencës dhe mbi të gjitha ciklin e mbyllur i cili ka një potencial shumë të lartë ende në vend. Zona Ministra, Isa Myzyra nga Report Televizion, duke u bashkangjitur pyetjeve të dy kolegeve më herët për sa i përket çmimeve të shportës ushqimore, ju thatë ndër të tjera apo ju citoj se nëse do të ketë nevojë për ndërhyrje, ne do të ndërhyjmë. Nga një monitorim që kemi bërë një ditë më parë, më lejo të them 3 shifra. Domatet, për shembull, para një muaji kanë qenë 200 lek, sot janë 340 deri në 350 lek.
pra me 100 lek më shumë. Specat para një muaj kanë qenë 280 lek, sot janë 380 deri në 400 lek, me 100 lek më shumë, dhe mielli, vaj dhe sheqeri deri në 50% rritje. A nuk mendoni se është sot koha për të ndërhyrë? Unë nuk thash neve do të ndërhyjmë në çmime. Madje edhe shpjegova pse neve nuk bëjmë dot të njëjtin mekanizëm, nuk aplikojmë dot të njëjtin mekanizëm që aplikuam tek karburantët, sepse është e pamundur që ne të ndërhyjmë në çmime. Ajo që unë thash është që ne jemi duke i monitoruar me bazë ditore dhe do dalim për të verifikuar që këto çmime nuk janë abuzive apo spekulative. Dhe ajo që gjithashtu thash është që në rast se do të kemi një ndikim të vazhdueshëm në çmimet e konsumit, atëherë ne do të suportojmë shtresat të cilat nuk mund ta përballojnë rritjen e kostos së çmimeve as për një periudhë të përkohshme, sepse sigurisht që luftrat dhe ndikimet fillojnë dhe mbarojnë siç kemi parë dhe në të kaluarën, dhe përqendrimi ynë kryesor do të jetë tek pensionistët që realisht nuk kanë kapacitet për të përballuar një rritje të çmimeve, qoftë edhe të përkohshme siç thash. Asnjëherë nuk kam thënë që ne do të ndërhyjmë në çmime, sepse ne e kemi të pamundur qoftë nga ekonomia që kemi ngritur, pra neve operojmë në një ekonomi të tregut, ku çmimet përcaktohen nga kërkesa dhe nga oferta. Ndryshe është tregu i karburanteve, që ka një tjetër funksion dhe ka një tjetër kompozim, dhe ndryshe është tregu i ushqimeve.